për të vazhduar tutje me procesin. Mirë po, them drejtën, pra ka qenë ndoshta një në supozimin që ecë tutje si proces, sepse është vetëm një proces formal në raport me certifikimin e zi. Pra, që ta kuptojmë më saktë, nuk keni pas vota për me kalu raportin për verifikim të mandateve, por keni pas vota për me votu kryetarin e kuvendit. Kemi pasur vota për të vazhduar tutje në raport me procesin e konstituimit dhe funksionalizimit të kuvendit dhe zgjedhjes së votimi i kandidatit tuaj për kryetar të kuvendit. Ne padyshim po them kemi shkuar aty me opsionet tona dhe me alternativat tona, të cilat kanë qenë pjesë e diskutimeve tona paraprake. Me kë janë këto 61 vota? Përveç deputetëve zgjedhur nga subjekti ju. Kjo është tërësisht në diskrecionin e kryeministrit Kurti, të cilat besoj që për të cilat detaje pra do të shpalosen më shumë në seancën e nesërme. Unë nuk jam autorizuar momentalisht që të shpalos detaje të tilla. Ne do të kemi edhe një mbledhje paraprake ditën e nesërme për të diskutuar dhe specifikat në raport me procesin dhe për të vazhduar tutje. Mirë po jemi konfident që do të vazhdojmë rreth krijimit dhe ecjes tutje të institucioneve sa më shpejt dhe sa më parë. A do të ecni tutje bashkë me deputetët e nismës socialdemokratët, cilët votuan dje pro raportit? Nuk mund as të mohoj e as të konfirmoj asgjë në këtë fazë. Tash që nuk jam autorizuar për të diskutuar tutje mbi këtë proces, andaj është tërësisht në diskrecionin e kryeministrit Kurti, i cili është marrë edhe më intensivisht në çështjen e proceseve. A ka deputet partive tjera që mund të votojnë edhe kryetarin e kuvendit, edhe vjen keq nëse duhet vazhdimisht përsëritem në të njëjtën përgjigje, mirë po kaq është se çka mundem aktualisht që të shpalos. A janë ndarë pozitat për qeverinë e ardhshme? Nuk jam në dieni. Nuk jeni në dieni? Nuk jam në dieni. Nuk keni qenë e përfshirë në këto diskutime? Nuk kam qenë pjesë e grupit të cilat kjo mund tjetë diskutuar. Si pat bisedat që dolën përmes mesazheve telefonike dje, ku pati nëse mund të quaj propozime, refuzime, informime lidhur me poste qeveritare, por edhe për nënkryetarin e kuvendit nga komunitetet jo shumicë? Po këto janë çështje të diskutimeve të tyre të brendshme, pikërisht dhe takimi paralel që kishin ishin pikërisht për çështje të diskutimeve të proceseve të tyre. Nuk është e imja që ta vlerësoj, të drejtën se si bëjnë vetë organizimin dhe vetë gjykimin e procesit. Mirë po besoj fuqishëm që bashkarisht dhe me ta dhe me numrin e nevojshëm të ecim tutje karshi interesave të institucioneve dhe proceseve të cilat na presin. Është natyrshme që të ketë në një proces ndoshta kënaqësie, pak kënaqësie rreth anës të momentit, mirë po shumë e rëndësishme që të shikohet interesi madhor karshi obligimeve që kemi dhe të vazhdohet tutje në proces. A keni vot për një kandidat tjetër jashtë subjektit me cilin keni garu për kryetar të kuvendit? Personalisht, si deputete tash. Të them, këto janë çështje pastaj të diskutimeve të brendshme, të cilët besoj që nesër do të mësojmë më shumë rreth to dhe të bëhen të qarta dhe të ditura dhe vetëm për publikun. Ne kemi le të themi, një dakordsim paraprak se si do të vazhdohet tutje, mirë po e lë në çështje që do të shpalohet nesër. Vjen keq që më duhet ta mbaj le të themi në kështu ambiguitet si proces, mirë po nuk e gëzoj aktualisht, domethënë çështjen e autorizimit për shpalos më shumë detaje. Ka pas diskutime për kërkesat pikërisht të deputetëve të komuniteteve jo shumicë, e kemi pas edhe mysafirë në studio, edhe deklarime publike, kërkesa nga më të ndryshmet prej posteve qeveritare, krijim të një komune me një shumicë etnike bosnjake, pastaj çështja e nënkryetarit kuvendit, a janë këto ndoshta pengesa